Si Si përgjigjen duket vetë fakti që këta mendojnë që shqiptarët kur më shumë parë s'kan pas, ky fakt po i pengon dhe duhet ata që qytetarin ta vrafnojnë. Qëllimi i kësaj qeverisje, ta tham troç, qëllimi i kësaj qeverisje është që qytetari ose ti qet të gjithë në një rang, që siç ka thonë edhe vetë kryetari i partisë të vendosin këtë rast, që t'ja morrin pasurinë të pasurve, t'ja dhom të varfër dhe t'i bim në një shkallë. Kjo nuk duhet të ndodhë, nuk bën me ndodhë, nuk ka mundësi me ndodhë. Dhe si duket, kjo është që vërtet këta e dojnë qytetarin të varfër. Vetëm kur është i varfër, është i nënshtruar dhe kur është i nënshtruar këta e kanë atë qëllim. Kjo është një rrugë që unë shoh çka këta ka dashur me bë. Si zavendës ministre, ta them të drejtën, unë për vete nuk e kam dëgjuar kurrë jamën, as e kam ditë kush është ajo, as si politikan, po as si afarist, për shkak se nuk është. Ke takuar në këto vite atë ndonjëherë? Asnjëherë. Asnjëherë. Ne kem kontakte me konsullata. Mirë, po në asnjëherë nuk e kam dëgjuar zonën asoj zonje e cila ka bërë diçka për mërgatën, ka vepruar diçka për mërgatën, i ka ofruar diçka mërgatës një jetë më të mirë, apo edhe nëse është vetëm në rrugën ligjore, politike, që mërgata vërtet të jetë më afërt me Kosovën. Nuk ka pas një gjë, po nisëm nga konsullata në Minhen. Për herë të parë, nëse ka bëj, më dëgjuam në sajna në një studio televizive, por jo kur as se ku pas më dëgju. Asnjëherë. Asnjëherë. Është zëvendës Si ministre. Është zëvendës ministre, por si duket zëvendës ministre vetëm për një kategori të njerëzve, po jo për të gjithë kosovarët. Unë për vete nuk e kam dëgjuar dhe ka jo vetëm unë, po flas për Minhen ekskluzivisht, ku neve konsullata për festat të ndryshme ose për eventet të ndryshme në afton, por në kur njëse kom po atë zoj, që ka bërë diçka për mërgatën, apo ka vepru ekskluzivisht që vërtet mërgatës t'ja letësoj.